kjo ka me jep atij një lloj të errësirës, një lloj të do thotë mjegullës që godet zemra e tij dhe pas një kohe ajo shndrohet në një terr të madh. Uthmani radhiyallahu an ka dhe shumë fjalë të tjera të bukura, prej tyre është brenga dhe gojlja e ahiretit është dritë për zemrën, dhe gojlja dhe brenga për dynja është errësirë në zemër. Një njeri i cili vrapon gojlen, brengën, preokupimin, te lashet i ka veç dynjan, veç pasurin, veç shtëpin, veç atë dhe veç këtë nga çështjet e dynjas. Kjo ka me jep atij një lloj të errësirës, një lloj të do thotë mjegullës që godet zemra e tij dhe pas një kohe ajo shndrohet në një terr të madh që mbysundon në zemrën e tij. Kujtimi i ahiretit, kujtimi i Allahut, kujtimi i xhenetit, kujtimi i dënimit dhe i xhehenamit i jep njeriu të dritë në zemrën e tij. Për shkak se e kupton realitetin e gjërave dhe nuk mashtrohet. E kupton realitetin e gjërave dhe nuk dalldiset. E kupton realitetin e gjërave dhe nuk fascinohet mas asgjëje të dynjas, por e din se wa annama raddana ila Allah. Kthimi jonë është tek Allahu. Jeto sot jetosh, shije çka dush, jeto çysh të dush, wa annama raddana ila Allah. Kthimi jonë është tek Allahu azza wa jall. Atëherë ose shpërblim, ose ndëshkim, ose xhennet, ose zjarr, xhehenem, Allahu na rujt.